Për shëndetje ka kuzhina njerët, sot kam vendosur me përgatit një pite rrethenike të ne kam në të gajgjinit e quajmë, ku haftoft me shi bashkë dhe që merë që shtë qefi me hongër. Krejt që kanë nevojiten prej përberzëve janë 1 kg miell, pra për përgatitin e brumit, 550 ml ujë të ngrohtë, 30 ml dikun pra me vaj, 1 lugë të gjellës me krep. Për harqim, shlagzane ose ajk ose mos Kosovë, pra e qesim edhe 1 shmand. Nuk ja qesim krejt këtë sepse i ka 500 gram, pra 300 gram dikun, edhe 1 shmand 200 gram, plus pak vaj. Bismillah, fillojna me përgatitin e brumit, tek mielli shtojna pra kripen, vajin edhe ujin e ngrohtë. E përzina brumin me mikser ose jo me duar, qysh doni. Derisa të përzihet brumi, tash e përgatitim bismillah pra harqin. Qesim 200 gram me shmand, një milim, ose krem fresh, cila kjo qëllon. Mandej nga kjo shlagran, ose shlagzane më falni këtu në Gjermani, tek ne është e trash si kur moza e shifni edhe vetë, pra shlagzane. Qëka se ka brojva shlagran, se e në mësu më dyja, qesim pra 300 gram. Tash ja qesim pra pak vaj, nga se të me qitë edhe shlagzanës ajk edhe e përzina harqin me tel të dorës. Ne nuk e qesim harqin në Kosovë, tek ne, familja ime, asë një herë kretë, sepse s'ka ndërruj, tek brumi ka bërë. Edhe brumi është gati. Tash të e marrim pra mikserin, mbi dras të kuzhinës kemi qitë pra miell, një brum i butë, si që përshifni, e ngjeshëm veç pak me duar, edhe me njëherë pra e ndajna në kuleq. Brumin e kemi ndajnë në 11 kuleq, edhe bismillah, me njëherë me të holluse e të hollojna kuleqt. Jo shumë, por se kur për katë mirë. Edhe i lojna omësh. Kuleqt e kemi të hollu, marrim një enë edhe spërkatim me vaj, edhe i renditim pra kuleqt së cilin e lyna me vaj, edhe i lojna mbuluar me foljen e lëndë kuzhinës, 25 deri 30 minuta që të pushoj. Mbasi që kanë pushu, kuleqt pra, tash ja largojna edhe foljen e lëndë. Tepsinë e kom li me gjallë për ndryshë bëtër, edhe fillojnë pra me zgjatjen e kuleqve. Mbasi e kemi zgjata shpetën, marrim harqin, pra edhe ja qesim të gjitha ondë. E mbështjellim. Pak qoshin e largojna edhe ja prejna pak qoshët anash. Tepsinë kemi libra me
tjetër. Edhe kështu e zgjatim deri në fund, duke i mbush pra. E kemi rëndit edhe koleqt, e prejna pitën, e lyna pak me vaj, edhe fusim me një herë që të pjeket pitja rrethënike në temperaturë 200 gradë. Bismillah. E spërkasin pra pak me vaj edhe me njëherë e fërënë. Urën e nëzehur, temperaturë 200 gradë që të pjeket. Edhe pitën e kemi hek prej furrës, kemi pjek temperaturë 200 gradë për 30 minuta. Është pjek shumë mirë se për funi, ashtu edhe për mi. Kështu që për motat fillestare nëse provani një lumë shënduart e ju beft mirë, faleminderit për përkrahjen që ma beni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pofshim.